Zvarritja e proceseve gjyqësore për më shumë se 20 vite, zhdukja e dokumentave në gjykat dhe mbajtja në dorë e një certifikate pronësie pa e gëzuar kurat pronë ka bërë që 30 vjeçari nga Shkodra të humbas arsyen dhe të ngrej dorën mbi drejtësinë. Një ngjarje e jashtëzakonshme dhe e pandodhur e padëgjuar ndonjëherë në sistemin e drejtësisë shqiptare ishte kjo. Njerëzit janë ndarë në dy grupe, ka nga ato që mendojnë se vetë gjyqësia është zgjidhja ndaj padrejtësisë, por ka edhe nga ato që shprehen se duhet të zbatohen vendimet e gjykatës. Por ajo që i shton më shumë nota trishtuese kësaj ngjarje ishte fakti se para seancës, gjyqtari Kalaja kishte folur me një koleg dhe i kishte thënë se sot kam një gjyq të vështirë dhe më pas, gjatë bisedës, i kishte treguar se së shpejti martonte vajzën dhe ishte shumë i emocionuar teksa priste atë ditë. Ai tha se po bëheshin përgatitjet përfundimtare për dasmën e të bijës, por gjërat morën një rrjedh krejt të paparashikuar dhe atë ditë gjyqtari Kalaja nuk mundi të dilte me këmbët e tij nga shkallët e gjykatës së apelit. Elvisi, përpara punonjësve të policisë, është treguar i qetë dhe i pyetur për ngjarjen, ai e ka pranuar autorsinë duke thënë qetësisht: "Ne kemi një certifikat pronësie në dorë dhe kur nuk e kemi gëzuar pronën. Kur të marrin pronën, të kanë marrë jetën dhe të kanë marrë nderin. Unë këtë gjë nuk do ta lejoja më, sepse ne kemi 20 vite në gjykata. Tani drejtësia dhe gjykatat le të vendosin ato për mua, por ta dini, unë bëra drejtësi për familjen time." Po ju, si e komentoni këtë deklaratë të 30 vjeçarit nga Shkodra? Për më shumë, lini komentin tuaj poshtë videos.